Përshëndetje të nderuar shikues, jeni drejt për drejt me emisionin On Time në televizionin Koha. Sonte në studio kemi të ftuar zotrin Adnan Azizi, shef i shtabit politik të koalicionit Vlen dhe gjithashtu deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Përshëndetje për gjithë teleshikuesit e TV Kohës. Faleminderit. Zotri Azizi, është aktuale tema e daljes së Taravarit nga koalicioni i juaj, pat shumë debat u përjashtua, u vetë përjashtua, doli apo si ndodhi. Megjithatë realiteti është se Vlen vazhdon pa ASH-n e Taravarit. Sa janë të përfaqësuar faktikisht shqiptarët në kuvend? Besjan, unë kam qenë edhe pjesë e timit negociator kur janë zhvilluar bisedimet me VMRO-n dhe para se të fillojmë për ndarjen e digastereve, jemi marrë vesh për parimet mbi të cilët do të funksionojë qeveria. Dhe parimi bazë ka qenë se ne përfaqësojmë vullnetin e shqiptarëve. Përfaqësojmë 107.000 vota të pastra shqiptarëve. Në rast se pranoni këtë si fakt, ne i vazhdojmë bisedimet, dhe në rast se him me kalkulime tjera ose me kalkulimin e numrave, ne nuk jemi të gatshëm të vazhdojmë bisedimet. Që do të thotë se kjo punë është shumë e pastër. Ne për dallim nga fronti i cili është i përbërë nga komunitetet të ndryshme, më thënë shqiptar, turk, torbesh, bosnjak, rom, se din më një rast Ali Ahmeti, përshëndetje edhe komunitetin sërb, ne kemi qenë koalicion ekskluzivisht shqiptar dhe që ka patur target vota shqiptare. Dhe ne, me plot të drejt, përfaqësojmë vullnetin e shqiptarve dhe në ato bisedime kemi kërkuar hisën e shqiptarve. Megjithatë, sa deputet numëron tani koalicioni Vlen? Për momenti, koalicioni Vlen numëron 10 deputet, po tendenca gjithmonë në rritje. Tash ne po instalojmë një standard të ri, jo mbi bazë të asaj që e bën Ali Ahmeti të kontrabandimit të subjekteve dhe të deputetëve, ne po vëmë një standard të ri të bashkimit të kauzës dhe ative të cilët jemi në bisedime, në fakt duhet ketë një pik të përbashkët që na lidhin konceptet, ideet, kauza dhe jo vetëm ndarja e pushtetit apo ndonjë marrëveshje e cila mund të jetë kompromituese për qeverinë dhe për ne. Gjithmonë duke ju referuar asaj që po zbardhet gjithaj improvizim dhe mashtrim dhe keq përdorim që ju ka bërë BDI-a këtyre deputetëve, po vërejt një gatishmëri që ato kërkojnë hapësirë për të bërë pjesë e Vlenit dhe pjesë e qeverisë. Zotri Azizi, me që jeni aty brenda pra dhe i dini shumë më mirë punë, do kisha dashur një sqarim për opinionin. Pse erdhi deri te kjo ndarje, nëse mund ta quajmë ashtu me zotin Taravari? Kanë qenë me të vërtetë vetëm listat për këshilltar problem apo ka pasur edhe çështje tjera të cilat publiku ndoshta nuk është i njoftuar? Jo. Lista për këshilltar ka qenë një pretekst. Informacionet që i kemi poseduar ne është se Taravari ishte paraprakisht në bisedime dhe në marrëveshje me Ali Ahmetin. Pasi që ai deklaroi edhe pranoi publikisht në një nga emisionet dhe s'kishim ne si ta te i kalojmë këtë situatë që vërtet është shumë konfuze dhe papranueshme. Të njëjtën kohë të jesh qeveri dhe të njëjtën kohë të bashkëpunojsh me forcat e opozitës, respektivisht të bashkëpunojsh kundrejt një subjekti që ne e kemi quajt së bashku, të inkriminum me korupcion masiv, të korruptum që mbrapa ati fronti fshihen shumë njerëz që janë të përfshim në listat të zeza, janë të shpallur edhe nga SBA persona non grata, dhe tash ky lloj bashkëpunimi në formën dhe tipin siç e paraqitet Taravari, ngjalli shumë indikacione se diçka këtu nuk funksionon dhe ne ishim të detyruar të ja prejmë shkurt. O je me pozitën, o je me BDI-n. Dhe ai në asnjë moment nuk ishte i gatshëm të thotë se përjashtoi bashkëpunimin me BDI-n. Dhe qëndrimi jonë ka qenë shumë decit, nuk mundesh edhe me qeverin, edhe me BDI-n, edhe me Vlenin, edhe me korupcionin, me listat në ngrata,
dhe me listat e zeza, di gjëra të kundërta nuk mund të bashkohen. I dha afat të përcaktohet dhe ai zgjodhi që të shkoj te Aliu, edhe pse deklarativisht thot u ktheva në popull, po informacionat tona janë se ai nga pas takimeve me ne ka shku te stanet e Aliut në Kërshov. Zoti Azizi, çfarë kërkesa ka pas faktikisht zoti Taravari? Këtu flas për komunat, me që zgjedhjet komunale i kemi shumë afër. Ka pas kërkesa kyçe se cilat komunat dëshiron të merr që vlen nuk ja dha dhe ndoshta do ja jep BDI apo Fronti Evropian? Shif, tash du më falni për pa modestin, po unë prej fillimi kam thënë se gjitha kërkesat e Arbenit kanë qenë pretekst. Ai ka deklaruar edhe vetë, ne ja kemi pranuar edhe kërkesat. Po pas çdo kërkese, ai nxirrte kërkesa të reja për të përfituar në kohë dhe në fund për ta shtyr procesin në një rrugë pa krije, do me thonë ku se dishim kërkush ku don të dele dhe çfarë pretendon. Edhe ai e ka pranuar se ne i kemi dhënë favore në ndarjen e komunave. Do sa na takojte çdo subjekti, do me thonë 4/25 ose partneriteti barabart ne i kemi dhënë 35. Bile në disa raste kemi shkuar edhe në 40%, vetëm ai të mbetet në koalicion. Tani po ma vërtetojnë edhe këta që u larguan nga Arben Taravari se ju po t'ja ipshi edhe 50, edhe 60, ai nuk do ta pranonte pasi që paraprakisht ka një marrëveshje misterioze me Ali Ahmetin që askush se di përveç Arben Taravarit. Nuk e di që ato 3-4 persona që janë rreth tij, unë më thënë se edhe ato se din, ose e keni pranu një lloj politike të atill që bëhet prapa kulisa ose në prapa sken, dhe që nuk e din qytetarët, shqiptarët, të cilët u mbështetën, vadhan votën për një ofertë tjetër, për një ofertë ndryshe, për ndryshimin, për të qenë pjesë e qeverisë dhe jo pjesë e BDI-s. Pra, ju po thoni që arsye vërtet për cilën Taravari faktikisht është ndarë nga Vlen nuk dihet? Tani këtu është e kjo dilema hamletiane. Konstatimi i gjithëve dhe konstatimi i përbashkët është se Arbeni ka përfundu dikun tjetër. Cilët janë arsiet? Shantazhi, korupcioni, parkingu, ku ta di çfarë, kanabisi, duhet shpirti, s'kam fakte dhe duhet të arruj për vete, po se ka diçka që ai u të transformu, do me thonë, për 108 dhe shkallë ka. Edhe bashkëpunëtorët më të afërt të Arbenit kanë kërku shpjegim për çfarë ndodhi me këtë njeri. Si e bëri këtë salto mortale dhe asnjë vit ne nuk i kemi në qeveri dhe përkundër asaj që ai manipuloj me sondazhet, ne kemi krejtësisht sondazhe tjera shumë optimiste për brenda qeverisë që i zhvillojmë për çdo muaj, po edhe sondazhe që kanë bë institute ndërkombëtare prestigjioze për matje të brendshme, jo për t'i publiku. Dhe realiteti është krejt ndryshe nga ajo që e paraqet Taravari. A i keni pa dhe sondazhet e zotit Taravarit, pra ato për të cilat Taravari fliste kur thonte se 70% e qytetarëve janë të pakënaqur me funksionimin e Vlenit brenda qeverisë, pra fliste për një mos koordinim mes partnerëve të koalicionit brenda Vlenit. Besian, këtu është edhe thelbi, do me thënë që ai shiheshte se vepron më një mënyrë të çuditshme. Ne ja kemi treguar edhe sondazhet që i kemi bë. Dhe i kemi thënë se realiteti është krejt ndryshe. Shqiptarët e kanë rrit besueshmërinë tek qeveria. Edhe tek përfaqësuesit shqiptar. Të vetmit institucione që nuk kishin rritje, po kishin rënje tek shqiptarët ishte Ministria e Shëndetësisë për shkak shumë skandaleve që kanë ndodhur, për shkak të shkatrimit të sistemit shëndetësor, për shkak vdekjeve që ndodhen nga papërgjegjësia e organizimit të Ministrisë së Shëndetësisë, dhe ajo që dihet botërisht që prokuroria dhe gjykatat nuk gëzojnë reputacion. Përndryshe ka rritje të besueshmërisë. Kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë. Ai kur i referohet sondazhit, flet në superlativ për
Kryeministrin, apo? Dhe Po, ishte i knaqur me funksionimin. Në mënyrë shumë tinzare, thot se Vleni nuk qëndron mirë, po ndërkohë, thot e dini gjithë ju se 70% e shqiptarëve janë të knaqur nga Ministria e Shëndetësisë. Dhe këte ja kemi plasu ose ja kemi përplasë në nëftirë, nuk është e vërtet. As ti ke më shumë rejting nga liderët tjerë të Vlenit, dhe as asheja nuk është para subjekteve tjera. Kjo është e vërteta dhe i kemi të dëshmuar. Sondazhet që i ka bo Arbeni, i ka bo në kafe duke i radhit numrat me atë ekipin e vetë, pa më pas ekipin në teren që bëjnë matje dhe sondazhe. Se ne njofim edhe njerëzit cilët kanë bo sondazhe. Po kjo e tëra ka qenë një regji për të pas një pretekst, për të ndërtu një argument që të mundohet ti manipuloj varësit e vetë ose strukturën dhe simpatizantët e vetë, të cilët fatmirësisht në tërsi e kanë lexuar lojën e Arbenit, se ai ka diçka tjetër nga ajo që deklaron, dhe problemi me Vlenin nuk është e Vleni, po është çështja e Arbenit që nuk e di kuj ja ka shit shpirtin edhe ku ka përfunduar Arbeni. Po se e tradhtoi votuesin e Vlenit, se e tradhtoi misionin e Aleancës për shqiptarët, as që diskutohet. Bile unë mendoj se është edhe tepër të zhvillohet më biseda dhe debate për Arbenin, ato që kanë pak, si të thom, logjik dhe i kanë ndjek rrjetat politike, storia e Arben Taravarit është shumë e qartë. Ai është në prerin e BDI-s. Ai ka përfundu në BDI, po pa antarësin, pa votuesin, pa strukturën. Zotëri Azizi, kemi pa që zëvendës kryeministri Arben Fetai, ish ministri Azir Aliu, po ka dhe disa funksionar tjerë të cilët po dalin tek tuk dita ditës, që po të tërhiqen faktikisht nga Alianca për shqiptarët. Do të bën pjesë ndonjë koalicionit, do të bën pjesë e koalicionit Vlen, apo do të antarësohen në ndonjë parti tjetër, apo flitet për hapjen në ndonjë partisë totalisht re? Shif, tani kemi një momentum të ri politik. Pas zbardhjes edhe pas vendimit të një anshëm, pa vendim partijak, pa vendim të kuvendit partisë Aleancës, që Aleanca me insistim të Arben Taravarit të shkoj vetë dhe me listat të hapura, që kjo është hapi i parë drejt asaj që dihet botërisht, po ai që e ka thënë në formën e vetë që do të bashkëpunoj me gjithë subjektet, po nuk e përjashtoj edhe BDI-n. Mbas zbardhjes së kësaj loje dhe këtij skenari, shumica e frontmenëve që e themeluan Aleancën për shqiptarët, që e kanë bërë betejën kryesore për mos të përfundu Aleanca e dikurshme Ziadin Selës në front, po të rreshtohet në Vlen, janë po të njëjtët që thunë, pavarësisht vendimit të kryetarit dhe pa miratimin e kuvendit qendror, ne qëndrojmë besnik në Vlen. Dhe ne dëshirojmë të jemi pjesë e Vlenit dhe ne jemi përfaqësuesit legjitim të votuesit të Aleancës për shqiptarët për të vazhduar rrugtimin që e nisëm për ndryshime dhe për qeverisë. Dhe ne e kemi pranuar këtë dhe Aleanca është pjesë e Vlenit duke pas tamam partneritetin dhe trajtimin e barabartë sikurse gjithë subjekte tjera, sikurse Lëvizja Besa, Alternativa dhe Lëvizja Demokratike. Zotëri Azizi, pra këtë po flitet për një kohë gjatë për transfer të deputetëve. Fillimisht ishin vetë përfaqësuesit e Vlenit, zotëri Izet Mexhiti, zotëri Kasami, por edhe shumë tjerë të cilët kanë thënë se pritet që deputet të frontit të kalojnë nga radhët e Vlenit. Ndodhi e kundërta, kaluan disa nga Vleni jashtë. A pritet tash nga fronti të kalojnë përsëri disa tjerë në Vlen? Pra gjatë gjithë kohës po flitet për këto transfere të deputetëve. Besian, unë nga Vleni që kanë kalu dikun tjetër, unë nuk kam dëgju. Taravari me deputetet e tij. Është një proces që akoma s'është zbardhur deri në fund. Ne kemi bë grupin, në fakt koordinatorin e grupit të Vlenit, dhe ju kemi bë ftesë gjithëve se ju gjithë deputetët jeni Vlen. Keni marrë vota nën siglën apo nën emblemën e Vlenit.
Ne ju kemi bërë thirrje që të gjitha ato të na mbështesin dhe të rreshtohen atij ku i kërkon që të jenë votuesit. Tash normal këtu mund të ketë edhe hesape tjera, mund të ketë edhe nuk e di çfarë kalkulime, po njerëzit të cilët kanë dinjitet dhe integritet dhe kanë përgjegjësi morale dhe politike e kanë vendin këtu edhe unë mendoj që do të mbeten në Vlen. Ata të cilët pranojnë lojën që Arbeni va servon, ta hanë çorbën cilën e ka zi bashkë me Aliametin, nuk mund të komentoj se nuk e di edhe kush do të mbes deri në fund aty. Po, ka edhe një pjesë tjetër që vazhdimisht janë të interesuar për të qenë pjesë e qeverisë, pjesë e shumicës parlamentare. Dhe këtë nuk e thomi për të ndërtu një kampanjë kështu, si të thomë, joshse politike, po janë bisedime reale që janë zhvillu disa edhe në mesin tonë, po disa edhe drejt për së drejti janë zhvillu me kryeministrin. Ne presëm që të definohet puna në aleancë, kush rreshtohet me Vlenin dhe kush rreshtohet me Taravarin, respektivisht me BDI-n, dhe pas kësaj të bëhet një riformatim dhe një ripozicionim edhe i deputetëve edhe i qeverisë. Për hir të korrektësisë ndaj opinionit, cilët janë këto deputet frontit të cilët pritet që të kalojnë në Vlen? Pasi që përflitet me muaj tërë, edhe zotëri Mexhiti tha se janë 3-4 deputet të frontit të cilët do të kalojnë, me cilët po zhvillohet bisedime. Shif, tash nuk duhet përmendje emra, po që ka është më se e vërtet, disa e kanë edhe marrëveshjen të finalizuar, që drejt për së drejti kanë biseduar me kryeministrin. Ato duhet të jenë komunitetit turk. Ka edhe të komuniteteve, po ka edhe deputet shqiptar, po është e vërtet ka edhe të komunitetit turk, edhe të komunitetit shqiptar, edhe komuniteteve tjera, po mund të ta them kështu, mos nuk duhet flasë derisa s'janë konkretizuar sendet, po mund të them një diçka se numrin që e kishim ne do ta ruajmë si mazhorancë të deputetëve shqiptar, bile nga 14, ne jemi optimistë se do të shkojë 15, pse jo edhe 16. Zotri Azizi, e thatë edhe vetë pak më herët, se pra aty ku merren votat, aty duhet të qëndrojnë. Sa është korekte kjo, flas për qytetarët të cilët i votojnë të dy bloqet që i kanë votuar edhe Vlenin edhe Frontin Evropian, që pas i votojnë deputet, pastaj të ketë shkëmbim të deputet. Okej. Shif pak ta sqaroj këtë pjesë, Besian. Tash se shumë mirë parashtrove pyetjen tash pse për atë të tjerët nuk vlej ka ki standard ose të jenë ka e pavarashme, nësa në rast se vinte ne tash kështu. Ne kur kemi dalë me si koalicion, me platform, me vokacion nacional, duke kërku vota shqiptare. Për ndryshim. Për ndryshim. Kjo ka qenë shumë eksplicite. Dhe kemi marrë vota në emën të Vlenit. Tash te pjesa tjetër, është një hipokrizi që ashtu si është Dinak, hipokrit, mashtrues Aliameti, krijoi frontin për shkak se e dinte se si BDI ose veç me subjektet shqiptare e ka të humbur garën për balë Vlenit. Dhe çfarë ndodhi? I mori gjithë komunitetet në emër të asaj se po krijojmë një front të përbashkët evropian. Dhe fronti ishte si slogan deri në momentin kur përfunduan zgjedhjet. Në sondazhet që i ka bërë Ndjaja, askund subjektet tjera nuk figurojnë në sondazh. Për shembull te Vleni, vetëm Bashkimi Demokratik për Vleni është emblem, është brend, është mbi subjektet politike, mbi BES-ën, mbi LD-n, mbi Alternativën. Kurse te Fronti nuk figuron asnjë subjekt tjetër. Gjithë janë Bashkimi Demokratik për Integrim. Në pyetjen, ko do votoni, të gjithë Frontit thunë Bashkimi Demokratik. Do të thotë lojën që va ka servu Aliameti dhe oportunizmin që i ka përdorë në moment. Si gjithmonë në histori, këto subjekte i ka marrë,
i ka blu, i ka shkri, edhe në fund i ka hedhë në kosh. Mund të va marrë unë edhe rastin e Ziadin Selës, për shembull, para se të futët në BDI. Në gjitha sondazhet ka dalë ndryshe nga momenti që ka shku në BDI. Me thonë e ki e 0.2. Edhe Arben Taravari do të ketë njëjtin fat. E tash, kur vim të ato deputetet të cilët i ka përdor Ali Ahmeti, ki njerëz që kanë integritet, kanë dignitet, edhe i lexojnë shumë mirë lojat politike, dhe ato e ndjejnë vetën se i ka mashtru, i ka përdor, e ka kalu lumin, edhe ashtu si çdi të bëjaj. Në moment kur e ka vështirë të përkullet, të lut, të stërlut, dhe në momentin kur e kalon lumin, ai nuk i përgjigjit askuj, nuk i hap telefonin askuj, as që i llogarit këto tjerët. Dhe unë këteja këmë thënë edhe Arben Taravarit, që ai përsinim ka që në përmjet teje ta përçaj frontin, por në momentin që ti do largohesh, përfundoj historia ite. Edhe do të shifni se nuk ka më ofertë për Arbenin. As 5 komuna, as 6 që pretendojte, por në fund Arbeni do të mbesej i vetmuar në skenë politike që do të përfundoj, unë i këmë thanë sigur se Vesel Mehmeti, ose sikur gjithë ata që shkun të Aliu, si Arjaniti, si Gzi Mosdreni, si Ziadini dhe gjithë të tjerët. Do të përfundojnë me 0.2 ose 0.1 ose 0.0. Zotri Azizi, po kalim me një temë pak ma tjetër. Pra, nga opozita gjithë kohës ju akuzojnë si vlen, si funksionar, si deputet, ju akuzojnë gjithë kohës se shqiptarët nuk janë përfaqësuar ashtu si që kanë qenë më herët, edhe se VMRO-ja po bën një farë presioni goxha të bukur ndaj pushtetarëve shqiptar, se po degradohen shqiptarët, se po dalin prej pune. Pse bën gjithë këto akuza? Edhe sa ka të vërteta faktikisht në këto akuza që ju bën? Mesian, është mirë që këto tema bile ndoshta pjesën e Taravarit se më përfundon edhe fshati që duket çdo kallaus, mirë që kaloven këtë pjesë për t'i zbartë edhe këto situata. BDI të vetmin pushtet që e ka, janë mediumët të cilët ushtjen ose, si thëmë, nga ajo që ka vjetë shumë, ka shumë para, ka ble edhe mediume, edhe portale, edhe gazetar, arrin që të improvizoj lajme, dezinformata për dit, nga një, nga di, nga edhe zakonisht ka kriju edhe një taqjuj sigurë një lloj çorientimin mas, më shumë njerëzit janë të prirur të lexojnë ose të komentojnë dezinformata se sa lajme të vërteta. Por unë mendoj që edhe ju e keni këtë si statistikë. Për shembull, qofse ne bëjmë një lajm se sot u bë një rrugë fantastike në komunën e Zhelinës, mund të improvizohet një situatë që prehet një lloj deklarate, edhe ajo mund të ketë shikueshmëri me qindra mijë dhe një rrugë e cila po bëhet për herë të parë nga fillimi deri në mbarim me gjitha parametrat, me gjitha standardet, që është një shërbim jashtëzakonisht i madh për qytetarët, shumë më pak mund të zgjoj kurreshtje dhe interesim se sa një dezinformat që e plason BDI-ja nëpërmjet gazetarëve ose mediumeve që i kontrollojnë. Ti kurseni pak gazetarët, kolegët. Etash, vim te realiteti Vesjan. Realiteti është ky. Në gjitha nivelet, shqiptarët do t'jenë përfaqësuar proporcionalisht. Dhe kjo marrëveshje, tash kur jemi gati, nëse për shkak i kishim të lashët me aleancën me shqiptarët, kur do plotësohet ai numri jon, është çështje dytësh. Do të thonë, derisa të kaloj kjo situatë, po që shqiptarët do jenë të përfaqësuar vertikalisht dhe horizontalisht, aq sa u takon hisja, as që diskutohet kjo marrëveshje parimore, në unë mendoj që edhe kryeministri, edhe VMRO-ja kanë qenë korrekt. Pra, ja tash tani nuk janë pritet që të bëhen, apo nëse e kuptoj. Tash kanë filluar punësimet. Do të thonë do të ketë shumë punësime, që BDI-ja si ka bërë për 4 vite, ne do të bëjmë 2500 punësime dhe avansime. Tash po rrjedh procesi i punësimeve në
Ministrinë e Shëndetësisë. Që ndërpres vetëm pak. Zotri Mickovski sot tha se kanë folur një herë për atë temë dhe se pra dihet atëherë tha që nuk do të punësohen 2500 shqiptarë dhe se do duhet shihen në bazë kuadrit, në bazë përgatitjes e tjera e tjera. Ju po thoni që do të punësohen 2500 shqiptarë. Deri kur pritet që ndodhi? Veç ka nisë më realizimi i punësimeve. Në shëndetësi do të ketë 1200 punësime. Do të ketë 600 specializime. Në bazë të ndarjes proporcionale do të jenë 150 shqiptarë. Dhe vetëm se është përmbyll pjesa e parë ose konkursi i parë për 75 specializantë, që 29 nga ato do jenë në Tetov. Dhe pjesa tjetër pritet të përmbyllet para mbarimit të këtij viti. Dhe në gjithë institucionet do të ketë punësime të shqiptarëve. Dhe ne po përgatitim edhe ligjin për mbrojtjen e drejtë dhe përfaqësimin adekuat të shqiptarëve. Edhe njerë duhet t'i siguroj gjithë qytetarët që mos bien pre e këtine dezinformatave. Shqiptarët po punësohen si kur më parë, 4 vite bëdi s'ka bo punësime sa do bëjmë ne këtë vit, po vetëm ato bëjnë shpifje në përmjet mediumeve, ja e gjinë një institucion që këtu punësun 5 dhe s'ka asë një shqiptar, nuk e di se qëfar, po në tërsi unë flasë, në parim dhe në përgjithësi institucionet do të funksionojnë mbi bazën e reciprocitetit dhe përfaqësimit proporcional. Zotri Azizi, për shkak se e shumë e kemi pas zotrin Mickovski, ndoshta është përshtypja jone e gabuar, megjithatë duhet ta elaboroni ju. Disa herë ka tregu me një farë mënyrë të themi muskuj politik kundrejt kuadrove të vlenit, kundrejt liderëve, i ka demantu disa herë, pat rastin edhe me zotrin Taravari, përderisa ish ministër i shëndetësisë, me zotrin Izet Megjiti dhe me shumë tjerë. Pse e bën këtë zotrin Mickovski? Faktikisht a ka ndonjë mos koordinim mes vlenit dhe VMRO-s, apo e bën vetëm për të tregu muskuj ndaj partnerët më të vogël të koalicionit? Shif, Besian, unë i quaj në kuadër të normale gjithë ato. Tash ne nuk jemi një subjekt politik, ne jemi koalicion. Ka raste edhe ne e kemi bërë të kundërtën. Thënë është pru një vendim, nuk ka di çfarë edhe ne e kemi hedhë poshtë. Po nuk du kjo të keq përdorët për shkak se BDI është mjeshtër për t'i keq përdorë këto situata edhe për të kriju tensione. Do të thot ati ku cenohet interesi shqiptar, ne kemi qenë stoik, ka momente që ka pas edhe ballafaqime. Po, du t'i referohem asaj që është deklarative. Ka raste edhe unë kur kam deklaru diçka që s'u ka ardhur hiç mirë atine, edhe e kundërta. Po, ajo që është si koncept bazë për mënyrën e funksionimit është që qëndrimet merren në formë të dakorduar mes shqiptarëve dhe palës tjetër Maqedon, apo në mes vlenit dhe VMRO-s. Nuk ka qëndrim të pa dakordum. Tash, te pjesa që mundohet të BDI ta paraqes kinse, VMRO-ja është arrogante, shkel shqiptarët, nuk janë të përfaqësuar shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët janë të përfaqësuar, kanë zërin e tyre në qeveri, dhe shqiptarët janë shumë më mirë se sa BDI. Ato që s'janë mirë në këtë kohë, janë funksionarët e korruptuar BDI-s. S'është mirë BDI-ja, s'është mirë Alia. Dhe gjithë indikacionet, unë do kisha dashur të flasim edhe pak për realizimet tona. Po, pa që të shumë flasim. Që ketë bësh me projekte, me investime, me investime kapitale, që BDI gjatë 20 viteve si ka realizu. Dhe unë do kisha dash ma shumë të flasim për gjëra pozitive, se sa për veprimet e Arben Taravarit, që vërtet, nga njerë më duket viti edhe banal të flasë mo për ato salto mortalet e ati, ose për propagandën e BDI-s. Unë do kisha dash të flasë për punësimet në mjekësi, për sukseset në polici, për shërbimet që i krijojmë me një one-stop shop që janë gjithandej në pikat që shumë i tangojnë shqiptarët, edhe ato që jetojnë këtu, edhe ato edhe Morgatën, edhe ato që lëvizin në shtetet fqinje, do kisha dash të flas edhe për investimet që kurris janë bërë të shqiptarët, as 20 vite, as 40 vite që po bëhen komunat shqiptare. Sot ishim Gjelin, besoj që edhe ju e keni mbuluar atë si lajm. Po. Pritet
edhe 15 projekte tjera shumë të rëndësishme, gati s'ka vendbanim, s'ka fshat që s'realizon projekt. Vim Tetov, po bot një bum i mathi investimeve, mbi 20 milion euro. Po përfitohet ose po thithen investitor edhe investime kapitale edhe nga Bashkimi Evropian. Vetëm kolektori që do të realizohet, do me thënë që është stacioni i filtrimit, është projekt mbi 40 milion euro, që pritet të realizohet. Dhe janë mbi 70 projekte që deri në fund të vitit pritet të realizohet. Flasim për realizimet që vërtet po e ndrojnë pamjen e qytetit, edhe të komunave ku menaxhojnë shqiptarët. Flasim edhe për fenomene tjera, për suksesin e rendit, qetësisë, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. Për shembull, veç stacioni policor ose pasardhjes ne të tonë në pushtet, në zonën e Pollogut që mbulon stacioni policor i Tetovës, kje rënje maramense të kriminalitetit, të vrasjeve, të drogës, të prostitucionit, ka rrit rënje deri 20%. Akoma nuk janë bërë një vit. Situatë interesant. Janë çështje shumë me rëndësi që kanë shkatru rinin ton, shoqërin ton, kombin ton, edhe shumë pak vua për më rëndësi. Unë kom pas fatin të jetoj përballë shkollave, edhe të shoh se drogmenët, në toka, narkodilerët na hinë në ufutën edhe në për shkolla fillore, në për shkollat mesme. Ki fenomen nuk është prezent. Ki klan i nën tokës, i striptizeve, i drogës, i vjedhjes, i hajnis, i kena për burgje. Dhe nuk guxojnë të shëtitën të lirë. Dhe unë mendoj që ki fenomen i luftimit korrupsionit është shumë e rëndësi që ne ta demonstrojmë, edhe normal edhe kërkojmë edhe për krajën tuaj si media, se në fundit kjo nuk o politik. O çështje shumë fisnike që na prek gjithve. Sakt. Okej, besoj e patët hapësirën e mjaftueshme për t'i promovu ato që donit. Do kisha dashur të kalojmë edhe tek një temë tjetër për shkak se kemi shumë temat para pama, por koha nuk e dia do të na premton që ti shoshitim të gjitha. Zgjedhjet lokale. E i keni caktu kush në cilat komuna përveç këtyre të mdojave që dihen, pra Tetova, Çajiri, Zhelina ndoshta. Komunat tjera dihet se kush do të jenë kandidatët e Vlenit? Besjan, edhe pse tu duk se mur shumë kohë kjo pjesa për të bë promovimin e disa të arriturave, pa jo ishte vetëm hyrje. Me thënë, Vleni ka aq shumë suksese, se që do duhet një emision tjetër të folim vetëm për të arriturat e Vlenit. Tash kalojmë të pyetja konkrete. Se i takon ndarjeve. Me thënë, element destruktiv në Vlen ka qenë puna e Arbenit, që luante, do me thënë, me loja pa deshifrume. Pjesa tjetër ka qenë shumë korekte dhe nuk ka asnjë keqkuptim ose janë shumë unike. Dhe aty po instalohet një politikë barriere. Çfarë kuptimi? Ndarja e komunave nuk do jetë mbi baza cilit subjekt sa i takon në pashallëqje. Nuk do ketë kandidat të subjekteve politike. Po gjithë kandidatët do t'jenë të Vlenit, pa dallim, dhe aty mund të ketë një sondazh paraprak, në fakt të 2-3 sondazhe që dalëm tamam me një ide konkrete, dhe personi që e do më shumti, e do lagja, e do muhalla, e do qytetarët, dhe mbështesën më shumë, ai do t'i pri garës. Kjo ai koncepti jonë që mendojmë ti përcaktojmë kandidatët. Dhe një pjesë tjetër, ne mendojmë të vinë nga shoqëria civile, apo njerëz të dëshmuar profesionalistë të biznesit, ose edhe në fushën intelektuale ose të shkencës. Të jetë një miks ku vërtet nga kandidatët që do t'i ofrojmë ne, gjithë qytetarët ta shohin veten se këta po e vazhdojnë frymën e ndryshimit edhe në nivel qendror, por edhe në nivel lokal,
do të binë djemt apo vajzat me integritetin më të lartë dhe që vërtet do të ngjallin një shpresë ashtu sikurse e bëri Bilalin Tetov, Blerimin e Zhelin, pse mos vinë ndryshimin e gjitha komunat dhe vendbanimet shqiptare. Vetëm që ta kemi të qartë, pra për Tetovën është e vendosur se do të jetë zotëri Bilal Kasami përsëri kandidat. Për shkak se jo kemi ndëgjuar duke thënë se këto ku janë aktual do të vazhdojnë të njëjtit, edhe Visarganiu ndoshta në Çajir. Edhe po mos doj Bilal Kasami, supozojmë se nuk do, për X shkaqe, s'gjin tjetër kandidat që del para Bilal Kasamit. As vlen, po ju në rastin diqni rjedhat, e shifni se BDI për çdo ditë bën sondazhe dhe si del hesapi, nuk mund të plasoj një kandidat. Akoma nuk merr guximin një nga BDI që thot, po unë do dal kundër Bilal Kasamit. Unë mendoj që figura dhe kandidatura e Bilal Kasamit është e pa diskutueshme. Do ishte një mëkat që Bilali mos ta vazhdoj edhe mandatin e ditë edhe ta vazhdoj rrugtimin drejt transformimit të rrënjësor të qytetit tonë që na presën edhe mega projekte që si përmenda. Është Kodra e Diellit, rrugat e Tetov Prizren, bulevardet e reja, qendra për teknologji dhe shkencë dhe shumë projekte të mëdha. Në Zhelin do të jetë prap Blerim Sejdiu? Këto janë arma kryesore e jona. Në Çajir do të jetë Visarganiu? Nuk e di sa keni qenë në Zhelin, shembull unë kam qenë edhe në disa qytete të Maqedonisë dhe edhe pse llogaritën si qytet s'kan bulevard, ne po e transformojmë edhe fshatin Zhelin në një qytet duke ndërtuar një bulevard jashtëzakonisht bukur. Dhe besoj që Blerimi ka punuar shumë sa që e meriton edhe një mandat. Në Çajir do të jetë Visarganiu nga LDA? Tash, për pjesën e Visarit, të jemi sinqertë, do të thotë ne nuk është se i kemi diskutuar çështjet e komunave. Duke u marrë me këtë pjesën tjetër që ta definojmë pjesën e aleancës, edhe do ulimi gjithë komunat, komunë për komunë, do t'i diskutojmë kandidaturat. Ka dikun mos marrëveshje temi mes partnerëve të koalicionit se në këtë komunë qëndroj do të jetë kandidati jonë apo marrëveshja është kjo. Do të përkrahim më të mirin. Për shembull, unë mund të simpatizoj një individ, por në rast se nuk del në sondazh mirë, do të pranoj vullnetin e atine votuesve ose atine mbështetësve që e pranojnë një kandidaturë tamam. Ata që e duan, jo për dëshirën e individëve ose të një lideri. Ju kuptoj. Zotëri Azizi, sa kanë rol votat e partive maqedone në komunat me shumicë shqiptare, pra si që kemi Tetovën, Gostivarin, ka dhe në Çajir, ka dhe në Butel, ka dhe në për komunat tjera? Shif, tash, kjo do jetë tema e radhës e nxehtë që do lansoj BDI. Thanë, ka di nivele të zgjedhjeve, ose di kategori. Jenë zgjedhjet nacionale, ku ne përfaqësojmë interesin kombëtar shqiptar, dhe janë zgjedhjet lokale që janë zgjedhje të qytetarëve, se nuk mund t'i ndajmë tash për shembull në Tetov, të thomi Bilali përfaqëson vetëm shqiptarët. Jo, ju kuptoj plotësisht. E tash, në këtë pjesë, ne komunat me shumicë shqiptare duhet t'i përfaqësojnë shqiptarët, po e kemi target edhe votën e gjithë qytetarëve dhe komuniteteve tjera. Keni marrëveshje paraprakisht me VMRO-n? Kjo është pyetje. Kemi një marrëveshje parimore prej kur e kemi ndërtu koalicionin. Do të thotë, ne po bëjmë një koalicion për në plan afatgjat, jo për një qeverisje 4 vjeçare, edhe për lokale, edhe për parlamentarët e ardhshme. Mbi bazë të një programi të përbashkët, mbi bazë të një veprimi korrekt, edhe në përgjithësi ka funksionu kjo. Dhe te komunat me shumicë shqiptare, normal që ato do të na mbështesin neve dhe nuk do të nxjerrin kandidatura. Kjo ka qenë marrëveshja parimore. Dhe unë jam i bindur se deri tash kanë qenë korrekt, do t'i qëndrojnë korrekt kësaj marrëveshje. Zotëri Azizi, çfarë duhet bëjnë shqiptarët? A duhet të unifikohen faktikisht pavarësisht ngjyrave politike në komunat ku rrezikohet pra kandidati shqiptar, siç është Kërçova, është komuna Bervenicës, se cilën e dim fatkeqësisht u humb për shkak të inateve brenda partnerëve shqiptar. Çfarë do të ndodhë në këto komuna? A jeni të gatshëm që të bashkëpunoni me BDI-n, me Frontin, me cilën do parti apo subjekt shqiptar për t'i marrë këto komuna në dorë të shqiptarëve? Shif,
Unë ja kam thënë edhe në ato biseda që mbas kohë Arbeni kur kish marrë rrugën e qoftë largut, u mundu të jape kaje nacionaliste ati rrugtimit të ri drejt BDI-s dhe Aliametit, edhe i kam thënë kështu taksativisht, po të kishe hap një temë kombëtare në ballafaqim edhe me VMRO-n, jo që do të mbështetësha. Jam i gatshëm të të bëhem kurban, po kur i s'ke hap ashtu tema, kur i s'ke ngrit ashtu çështje. Ti po e bën për motive tjera. Edhe BDI askund nuk ka ngrit një interes të shqiptarve, të interesave kombëtare. Gjithë këto akrobacione i bën duke kërku zgjedhjet parakoshme, qeverie tipit stilit Përzhinos, të vi ministri nga opozita, të va pastroj dosjet, edhe të shpëtojnë nga ajo që për çdo ditë i ndjek prokuroria dhe gjyqi. Kjo është. Po, zgjedhjet parakoshme nuk do ketë, nuk do të shpëtojnë nga prokuroria dhe gjyqi, shtu që do të ketë zgjedhje lokale, ku do ta marrën edhe goditjen e fundit, dhe normal kjo është politika. Për gjithë të bërat dhe ato që e kanë shkel ligjin duhet të japën llogari dhe përgjegjësi. Pyetja pra ishte, a jeni të gatshëm që të bashkëpunoni me gjitha subjektet politike shqiptare për të mos u rreziku Kërçova, Bervenica dhe gjitha komunat tjera? Absolutisht po. Po, megjithatë, për bashkëpunim, apo si thot populli, për dashuri duhen di veta. Ju e shihni se BDI jo që s'është e gatshme të bashkëpunojë me subjekte tjera. Po, bash ati ku është rreziku për të humbur një qytet shqiptar, shkon edhe nxjerr di kandidat. Njërin e protežon si kandidat i pavarur, dhe njëri është kryetari i komunës aktuale i Kërçovës. Dhe në situatat të tilla, mesazhi është se ne jo s'jemi në gjendje të bashkëpunojmë me subjekte tjera shqiptare, po ne kemi probleme edhe brenda llojit dhe kemi inicuar një lloj përçarje të atill që shqiptarët mos arrin të merren vesh ose të kenë një lloj kompromisi. Po megjithatë, e them me përgjegjësinë më të madhe, interesi kombëtar është më i madh se interesi partijak, se pozita e një individi gjithmonë kemi qenë të ktill dhe të ndërgjegjshëm gjatë gjithë veprimtarisë tonë dhe e thomi me, si të them, me sinqeritetin më të madh. I qëndrojmë besnik kësaj duke mos shkel asnjëherë mbi interesat tona kombëtare apo interesat tona madhore. Për atë tjerët, unë kom prova se janë vetëm tipa manipulanta, çështjen kombëtare e kanë veç deklarativisht, janë tipa oportunista që mundon gjithçka të shfrytëzojnë për interesa individuale, klanore, familjare dhe të oligarkëve. Dhe asnjë interes tjetër nuk u intereson. Dhe këtë mund të dëshmojmë me shumë dëshmi që gjatë gjithë kësaj periudhe që kishim pushtet absolut qendror, që kishim pushtet lokal, që i kishin numrat t'i kushtëzojnë palën tjetër për t'i realizu drejtat e shqiptarve, jo me vendime qeveritare, me kushtetut, me ligje, me norma ligjore dhe asnjë nga problemet madhore nuk e zgjodha. Zotri Izet Mexhiti, kur ka qenë në emision këtu para gati rreth 2 muaj, tha që ka inicu një farë lloj bisede me pjesëtarët Bashkimit Demokratik për Integrim, se u ka çuar një lloj selami për bashkëpunim në këto komuna. Do të ketë një ofertë konkrete të vlen ndaj frontit evropian apo ndaj gjithë shqiptarëve për këto komuna të cilat i përmenda më herët, që të jenë në duart e shqiptarëve? Shif, tash kur vim te unifikimi të strukturave lokale, neva kemi dhënë mbështetje strukturave lokale, se megjithatë ti mund bish një vendim edhe mos të ekzekutohet direkt. Ne kemi dhënë rekomandim atij ku cenohet e drejta, ekzistenca, ose si të them, përfaqësimi adekuat i shqiptarëve, keni mbështetjen e plot, ju të hartoni politika unifikuese, bashkëpunimi nuk ka asnjë farë problemi. Fundit, këto janë gara lokale, nëse
unë kam ato dishimet, rezervat, kontestimet për Ali Ahmetin, fundja kjo garë lokale. Ato mbrojnë interesa lokale dhe nuk janë pengt këtine historiave cilët e penalizojnë ose neve na venat blokun që në asnjë mënyrë, ashtu si kemi deklaru me BDI-n, për shkak se edhe kur kemi bo marrëveshje, kemi nënshkruajt platformë, nga momenti që Aliu ka ardhur në qeveri, kurri s'ka pranu as bashkëpunim, as realizimin e asaj platforme. Mendoj se në rafshin lokal, ati ku jenë marrë vesh në kaluarën, ka pas edhe sukses, kanë marrë edhe këshilltar, kanë rujt edhe strukturën e përfaqësimit shqiptare, dhe unë mendoj se ajo duhet bëhet. Pa tjetër duhet bëhet. Jam skeptik se ato tjerët e kanë këtë vullnet, po fundja ne jemi përgjegjës për punët tona, qëndrimet tona, veprat tona. Zotri Azizi, kam edhe dy temat të cilat do kisha dashur shkurtimisht ti diskutojmë. Njëra është ligjin për gjuhët, gjendet në sirtar të gjykatës kushtetuese, pra pëlluhet një farë loja të dita ditës, nuk dihet se kur do të vijë ndër ditës e çka. Kemi pasë nga vlen dalin si garantu se nuk do të preket ligji për gjuhët. Përveç se nuk do të preket, a mendoni që duhet të avansohet ende me gjatë gjithë kohës, pra është thënë se gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare, ka pas edhe eksponent që kanë thënë që është gjuhë përkthyer, se nuk i plotëson gjitha kushtet, a do të angazhoni si vlen që të avansoni gjuhën shqipe dhe nëse po, kur do të bëhet kjo? Shif, tash ajo që e ngriti si kaos, si çështje, politikën e tendave, kinse rrezikohet abrogimi i gjuhës shqipe, i neneve të marrëveshjes së Ohrit, u demasku BDI totalisht. Nuk ndodhi, apo? Jo. Si shumë paralajmërime që kanë përfundu si tollumbace në ajër. Kanë ngrit çështje, kanë rrit, kanë fri dhe në fund ka përfundu si asgjë, do me thënë e vërtet. Edhe çështja e gjuhës shqipe nuk preket, e thash edhe dikun tjetër. Jo që nuk preket, po gjuha shqipe do duhet, edhe ne jemi duke punu që të hiqet edhe 20% shi. Po gjëse, po va thom këtu me përgjegjësinë më të madhe, në rast se në qeverisjen tonë nuk arrim ta heqim 20% shin dhe gjuha shqipe të bëhet gjuhë zyrtare, unë gjithë këto të arriturat e vlerit që do t'i bëj gjatë mandatit 4 vjeçar do i quaj me 0. Jam shumë i bindur se në mandatin ton qeverisës do të hiqet 20% dhe gjuha shqipe do të figuroj si gjuhë zyrtare. Tash mu më kapni për çështje si puna e taravarit që thëjtë për 3 muaj, për 6 muaj, edhe çdo 6 muaj ndrojt e qëndrimet, po përsëri thom që kjo do të bëhet. Ta regjistroni edhe ju. Do t'ju bëjmë përgjegjës me që me kaq bindje. Flas me përgjegjësinë më të madhe, edhe kjo çështje etike e shqiptarëve. Qofse BDI se ka bërë për 20 vite dhe ne vazhdimisht e kemi akuzu, dhe shqiptarët prandaj edhe na kanë mbështet. Qofse se bëjmë ne për 4 vite, ne nuk do të duhesh të më as kërkojmë mandat dhe unë personalisht as që do të vazhdoj rrugtimin tim politik. Se për çfarë u bë lufta që drejtat e shqiptarëve të vinë në formë të shkurtë, në fakt me procedurë të shkurtuar, jo 20 vite një drejtë elementare. Po këto duhet të përmbillen në 2004, po BDI qashtu u korruptu, u kap, u shantazhu, edhe nuk u merreshin ato me drejtat e shqiptarëve, dhe ne jemi 2025 edhe akoma shqiptarët nuk kanë asnjë të drejtë kruciale të mbrojtur me ligj dhe kushtetutë. Zoti Azizi, një pyetje të fundit, pra ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese dhe me procesin eurointegrues të Maqedonisë Veriut. Kemi një stagnim, një blokadë totale që ka ndodhur gjatë kësaj kohe, pra me ardhin e VMRO-s në pushtet. Ne dim që gjatë qeverisës së LSDM-s, pjesë e cilës keni qenë edhe ju, ka pas disa haprime, pra ndodhi ndryshimi i emrit e marrëveshja me Greqinë e tjerë. Pse u blloku tash? Edhe si mundet që vlen të ndikojnë në debllokimin e këtij procesi? Edhe këtu duhet të sqaroj një dilemë, Besian. Nuk ka stagnim. Ka një
riorientim të ri me BDI-n pushtet, Maqedonia nuk ish nis të integrohet në Evropë. Ish nis të integrohet në projektin sërb, në Ballkanin e hapur. Ne ndërprejmë atë proces. Nuk flitet më për Ballkanin e hapur. Tash vim të një momentum i ri. Edhe qeveria, po këtu jemi edhe garantues për orientimin e kësaj qeverie euroatlantike, ne jemi si vlen garantuesit më të mëdhaj. Po, gjithsesi edhe si partner më i madh që është VMRO, ka vullnetin dhe është e angazhume për të çu shtetin për të antarësuar në BE. Mirë po, ka edhe çështje të cilat kanë ndodhur në raport me palën tjetër, me Bullgarinë, sot e tha edhe kryeministri. Nuk kemi problem ne t'i përfshim edhe komunitetet tjera në kushtetut. Po është problemi se kur ne bëjmë një hap, dalën kushëzime të reja. Dhe ne jemi, i vetmi moment që duhet të zhbllokohet, të ketë një lloj garance edhe nga faktori me relevancë në qendrat ku vendoset politika e BE-s, në rast se e marrim këtë garancë, respektivisht pala Maqedone, në rast se e merr këtë garancë, mbas këtine kërkesave, nuk do dalën kërkesat të reja, e tha edhe kryeministri se jam i gatshëm që nesër, ta zhbllokoj procesin, edhe të peremi vesh, t'i futim në kushtetut, edhe të nisim rrugtimin tonë drejt Bashkimit Evropian. Shpresoj që ta merr këtë garancë, zotëri Mickovski, dhe të vazhdojmë tutje. Shpresoj. Zotëri Azizi, ju falenderoj shumë që gjetët kohët në emisionin të emision. Ishte kënaqësi imja, kurdo që të më ftonim, keni këtu. Besoj në përfundim të mandatit për ato fjalë që i thatë, do t'ju ftojmë prapë që ta shohim se çfarë është bërë. Shif, deri tash, atë që ka thënë BDI ka dalë vetëm rend. Çdo sent që kemi thënë ne e kemi kthyer në realitet dhe besoj nëse jo vetëm ju, po edhe qytetarët shqiptarë na kanë ndjek me vëmendje, në gjitha deklaratat pa folklor i kemi kthy në praktikë dhe në realitet. Dhe gjitha pretendimet dhe improvizimet dhe spinët ose propagandën që ka bu BDI ka dalë si gënjeshtër, rend e kulluar. Faleminderit që ishte. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar shikues, ishte kjo intervista me zotrin Adnan Azizit, deputet i Vlenit, gjithashtu edhe shefi i shtabit. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë miru pafshim të njëjtën e radhës.